Përshëndetje, ja ku jemi këtu në këtë ditë të mërkur me panelistët tonë, me Kikën. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithëve, mirëmbrëma Gzim, mirë se merdhe. Përshëndetje. Është ditë e mërkur, ne mi si se tha dhe Valentina, ne ritakojmë sonte. Mirë po duat ju them të gjithëve diçka. Mirë që e dini se kemi filluar një aksion humanitar për të ndihmuar njërën ndër gratë e cila ka qenë pjesë e këtij emisioni, flasim për Gjejlanin. Ju miq na shkruani në Instagramin poshtë, dhuroni, ndihmoni njerëzit që kanë nevojë. Kësaj radhe ne kemi Gjejlanin edhe këtë javë, duke u thënë që të votoni, jo të votoni, po të votoni me lek. Ta ndihmoni Gjejlanin, sepse Gjejlani ka nevojë për juve. Me mua janë gjithta yje, gjithta bukurosha, këtë beqari kam, që është më rëndësi, do që jënë konë beqari kanë shumë gradë, do më thonë veç puna emisionit jënë beqaru, ndërsa Gzem, ti e kënë shumë gruna ju me gruajda? Se? Je liru për gruja, apo i vazhdojnë me jetu me gru? Jo, më shqyrëzot deri më tani. Sepse edhe këta e nërë, shamë dhe Gzoni, o shkoni martu më nda, është dhe janë të ashe. Burimi, Bujari o koni martu më nda, kemi Mustafen o nda, kemi Zeshkan o nda. Liridoni po e po. Liridoni. Unë Kik, në radhë parë, me që uzu tema, përshëndes gruan time, shumë bashkëshorten time, kur as nuk e diskutoj ndamin me gruan time, sepse nga dita parë që jam njofte deri më sot vazhdoj tema atë. Pse mendon që nda këta pigrave? Shiko, unë çdo njeri përfaqëson veten e tij. Ama nga momenti që sot ndarja vjen edhe nga tradhtia, sot ndarja vjen nga xhelozia. Gruaja e Gzonit garant ka trahtuar e Gzonit që kilon ti. E Gzan? Ka shumë shkaqe. Ka shumë shkaqe. Pse je nda ti e Gzan? Shen emisionit. Shen emisionit. Këti të emisionit tu? Bo. E shen njerëzit se a du në emisionit dohen edhe pi gruja për këtë emision. Ti Valentina ishë nda me zamrën tonë për këtë emision. Po, pa tjetër dhe unë ishë nda. Liridan, a ishë nda me thamën për emisionin. Po në vorët e në qëfar aspekti jemi tonë lidu, në që se jemi lidu se jodhe... Je me gru, je nda. Për emision. Po në është të dhaja ko qepë, ditë njëjtë, në konë një mëllimi të më morë këtu. Do marrë dhe gruja këtu. A do marrë dhe gruja këtu? Po. E po me thonë gruja, o emisioni jo mu, qa për ti? Atërë nuk banë me shkutit e ndorja. Zbanë, do me thonë drejtë për emisionit. A thuti se do jetë një grua denjë dikush që të vetë kush për ëndrën tënde që keti për shembull për rreth televizionit, sepse ti për shembull vjen televizion, nuk vjen me gjet gru. Këtu vjen me shfaq veten tënde. Ti vjen këtu për shembull me shfaq me, si me thënë, me u bë dikush i nesër. Edhe gruaja jote duhet të ketë mirëkuptim mbi ty. A ka pas femna jote mirëkuptim mbi ty? Po ka pas edhe ajo. Kur je vesh si Pamela këtu. Po. Edhe video në di që e këna bon këtu për shamëm, që e mje si femën, aja ka po, se aja është aktorë, do me thonë që edhe e din që ka është aktrimi, apo di shabëm? E din për shamëm... Meriton një duar trokitje. Po shqiptarë për shamëm që janë me... Bravo. Faleminderit. Shqiptarë që janë me kësi mentalitet tull, tani nuk vlerësojnë për shamëm, shaka po, në kënena, a banë me që të fësanë, ishë mirë në kënena. Po ti tash, Teja, ki dashuru në i herë? Po kam. Qa ki bo për dashurin ti? Dishka ekstrem që ki bo për dashurin? Wallahi gjithë shka. A besen dishka se fjollën të shëndër. Une e kom pos një, si me thonë janë një vjetë qështu. A besen si shka lyp ke aja, a dhja për ceshë të gjithë. Edhe del për emisionis vjen kur ma. Vazhdojmë? Shka lyp ke aja, du me thonë ja për ceshë të shijat. Pedu që tonë, po në formë rëmë tani nuk e ki heq, apo din, e që ka është e keq. Sa ka qenë maksimal apo minimal shuma që ti e ki argju për ta? Qitash për s'ma mi herë që e kom post një, se në foli kështu drejtë, edhe në që se e dëgjën edhe këto emisionin, ofër ja vëlloj, një 3.000 herë, po, ati për 8 mund që tu. Sa nësë pas ka argju vlabu, 8.000 herë kafën kështu shku me ta?
Po edhe po se ki të një apet, apo kupten? Nuk e ki qatë percent tani. Ti Jo, shpenzon, valla, për 3.000 euro për 8 muaj, kur s'kisha pasën aty? se ki. Po Qa në e qovë se... 3.000 euro për 8 muaj. Jo pas, si kisha folë mu. Unë kam argju 12.000 euro, kam argju 12.000 euro me ardhë në Kosovë në radhë parë, me këte grunë që kam. Edhe këtë jetë e funit. Edhe kur nuk i Si e kthejmë thotë veç cifra, veç cifra paresh, që nuk vetë dashuria me pare. Gzim po shumë e vërtet që ajtë e thonë ti. Po kja i bja për shamë më sikur, shpenzën masojna, po në fund të nuk e ki, apo kupten? Ai thot nuk kam shpenzuar dhe nuk e kam pat kurrë. Ti e ke shfrytzuar. Thjesht për një Ka dëshirë. shpenzuar, nuk e kam më. Shpenzu. A ti kun shpenzu masojna? Jo, se ta kam shpenzu. Jo. Është keq me vesh Gzimi kove të fundit. Po s'gole se... Veç fol pak Okej. më fort se. Ta bëj një pyetje, atë ka tralltu a ke tralltu? As një unën heq. Do më thonë asaj... As ke i zoti për atë punë. Po të ashti fjollën në ndzerë. Po paka shumë ma di boba Që e... ikja gruja tik për 2 sene. Po shumë e vërtet. Ë? Shumë e vërtet shaj të thonë, amo... Boba e soj pak, për shumë, që shme thonë ty... Që dispece ke amnin. Jo, më mirë. Shumë tani... Jo, më se kemi për rast i ka dhona se na i zgatë e vesh. Prindi jam, edhe boba e sona kanë pikofi, të më thonë. E sen bo bashkë ta dët, a? Po edhe bobi jam i ka thonë që djoli me qiken pa dolin, i kanë kuj sanet, anini, po këtë më thonë nuk rike rahat. Prindi qikes. Ti për një pyetje Liridonit? Liridon, çfarë do dëshiroje ti nga një femër? Si duhet ishte femra ideale për qenë bashkëshortja jote? Femra ideale për mu më shumë me konë edhe pecejke edhe për gjithë femnat. Mas të konsumojnë duhonin, shumë me kapjen do bomë. Pse babana e me kap për shumë, po Zotja ka kriju për shumë mirë. Veta ka kriju Zoti. Edhe atë sërën e veçanë që ti po luftan për ta. Një pyetje kam shumë thjesht. Veç unë. Sa vjetë që ki pas ti? Kur je bobur? Po kom pas një lidhje me femna, po. Po dhe? Kur kishti turshi? Me thonë drejten 21, po. 21? Mashallah, bravo, po më pëlqen. Ka lë mikrofonin të tjetëri? 5 gra. Mo. Se cilat në shumë. Hajde me një s'pa shkajka. Hajde edhe dyta s'pa bajka. Hajde edhe treta diqysh, 4 e 5. A ki pa, si mi pas ti 5 burra në 5 gra? Qike çuditshme është. Është pra, kjo s'ka për djallë. Diçka mungon. I ka knu hoxha në cenin, shkojmë? Shiko kik. Jetën që e kum kalu, dhe më thonë sprovat edhe të kalume që i kam one, zot mos t'i ketë kërkush. Të kalumet e mija jënë kanë kik se nuk jëmë kanë një djallë arrogant, nuk jëmë kanë një djallë i alkoholit, nuk jëmë kanë një djallë i rrugave dhe i natës. Dhe më thonë dëshirat e mija që anë kom pas gjithmonë mi pas me një gru teme, mu kanë dytë stabil, mu kanë dytë dashurun. E jo njani po e tjetëri jo. Në bas familjes, tash po hinë familje, kur një gru, e them publikisht, kur një gru nuk ma respekton familjen, Është mësë normale. kur një gru nuk ma respekton familjen kek, nuk i dho 5 porë dhe s'menoj ma shumë me kryu lidhje me ta. Se familja jeme gjithmonë jënë kujdes për mu, gjithmonë familja jeme më kanë mësu për të mirë, edhe i përshëndes për të me nanun edhe babën, si do më se ata jënë konë, matë mirë të matë veçantë sot do në ku janë. Edhe respekt për prindrit gjithë Mi burë. përshëndesim shumë që me vërtet Gzimi ka dy prind shumë të mirë. O Gzim, a do thot kjo që edhe familja duhet me konë pengesë, sepse disa raste ndodhë shumë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, në Malëzi, ku ka të shqiptarë, që kur nuk pajtohen me familje, burri këtë raste bën një variant me një shtëpi me qira, del vetë me qira për mos me largu personin që e danë. A s'ka qenë kjo një alternativë që okej, gruaja s'pëlqen mirë me familjen,
që unë e pëndona, po jetoj me grunë teme, duke mos jaru prendas t'i herë, edhe me koni raporti t'il. E kom bo dhe këtë senkik. Në qka u bo? Kom luftu, do më thonë, për dashuri, edhe gjithë mund luftoj për dashuri, për personin që më dësh fjalla, edhe që e du. Kena pas mos marrëveshje e ju tek prindërt e mi që nuk kanë dasht. Po nuk ka dasht thjesht ish gruaja, nuk ka dasht me jetu me prind. Okej, ja kom plotsu edhe këtë dëshirë. E kom marrë një banesë veçantë, veç me ta kom jetu 3 muaj ditë. Po e posh që edhe në atë mënyrën që veç edhe unaja kontakt që kur qysh së pëqojmë, edhe i dhash fund gjithë shoje. Mungojshin prind apo çka? Gjithmonë prindët e mi më kanë mungu gjithmonë. Mungesa e prindëve më shkatroj. Kush ma let me bo femën që ti kjetu në Gjermani? Në Gjermania, në Kosovë? Unë sa e di... Nuk do me hinë historia tuja. Veç ma letë është varet për mashlit se ku do shkon mundet me nëzanë. Okej, kalojmë pak për mas që më intereson për mas. Jem dyqyr si matazë, këta e kena dyqyr si matë prek. Ty do me të thënë në fund? Ti kom një që e koni martu? Po, e vërtet është. E pse e nda? Jo më do se kur s'mi ka ngu familjen tem, që ka po më vinë maja. Ua, e ka dhënë. Bravo. E sa vjetë që e konë? Unë e kum kalu me to 2 vjetë. Ti e sot 18, ashtu na ke thonë edhe. 18 vjetë i kom. Po sa vjetë, para sa vjetë e konë me ta? 18, 2 vjetë ki... 16 vjeçare. 16. 6 maj. Qysh u gjendet? E kom zonë me trafti. Jo, le që ki në zonë. Qysh e njoftove? A që shumë njëftu me ta? Unë e dola që atë e to lojat, më shqitit me sho. Deka të luhajat, linda. Ajo më po, edhe ma qaja dën snap, ma bëjke shumë i bukur, jem ka pëlqen, tha, a je singa, thash po, tha, da më kon lidhja, thash po, me një rena, vëden, këmë thëmë po. Këta në ja bona, nëse da më ku me mu den dekja, që ka të zëmë qito, nëse së 16 vjetë që i tha se nëse do me konë mu dhe vdekja. Po. Edhe? Tash nëse da më ku me mu, tha o kry. Po të fundit, tani o më dajton. Ti bëj një pyetje? Se Valentina ka të pyetje të forta. Almir, një 16 vjeçar që thua kemi jetuar 2 vite bashk, a nuk gjete fare vështirësi nga familja e vajzës që një 16 vjeçari ti besoj fëmijën? Është tabu. Komunitetin gjiptas është okej mu martu 16 vjeç, kështu që në komunitetin e gjiptas nuk është vetë djali që këto, po në një shumë e raste në komunitetet gjiptas që janë martu 16 vjet, 15 vjet, bile 16 vjet janë nana, janë prind, edhe që i respektaj shumë, njëf shumë e shumë, kështu që edhe janë shumë njerëz të mirë edhe i du shumë, ju do kika. Bëj një pyetje tash, ti them kanë zonë me tradhti. Me trafti, po të zoj. A s'ke i zoti ti, a që ke puna? Jo, një zote, po ajo Ja, juve që ju tradhtojnë, nuk e keni konë zotë. Që ajo që gjenë hajdar që është duhet, nuk den kojshi. Ka zonjë të tjetëre. Ki pas kamë në i hera. Kompatën e, apo dënë kompatën e një. Ki halja? Ja, mos kam i kom lënë ketë. E pse ki lënë? E kom lënë për shkak që s'm ka ngue. Që s'ka ngu? Po. Sa do të nguaj e tuja? Po. Sa mu? Se e rrugës së kona bëten. Së kona e arit, bëten. E një feme kur cilët të rrugë kanë 11 natës 12 e feme nësësht. Pa që më se s'gjidha si që cilët natës 12. S'gjidha një që shkan nora tjetë me flajt. Pa. Që shkan me pulla, cil, u kry puna. Shuni se kam një pyetje për Ramadanin. Ramadan, a i kishtë i turshia ti halja? Unë halja se këpështi, po nëna ka shti më doke. Ramadan,
Ti a kishti dushit. Ja, loj, ja, zira. Nëse me një mu i këmë një mu, a përdel. Dan, a ki pas femën zaman? Garda, shuj. Une, ju këmë në qitë shkupit, ju këmë bashkë që 3 vjetë ju këmë bashkë. Edhe jo ka dosh për zemër, do në këmë dosh për zemër. Edhe s'ka po... Se na tjerë që dojmë pa zamra, kështu dhe më thonë. Në arta që të Ani, përpuri. okej, hajde. Edhe jo ka dosh, a përdel. E tani një dit pas mes një ditve, u ka full, a u vjen më mikë. Edhe unë kom shku shkup, e kom riziku vetë, e thash do të ndollet. Edhe, ju shku e ka pahu taksi të sene, ketë. Nuk ka përcy kofinet, nuk ka përcy a përdel. E tani, e kom gjithë ato, mo tani olla vetë edhe buri Alla ollës vetë e vetë. ki barë me ta, ha? Miti dyja. Jo, olla vetë edhe buri ollës vetë, asë që pjerë. Po? Tani ma kanë marë. A ti e ki marë një herë? Po, e ka marë, apo tani... A bona atë punën e burrit? Ja, nësë në vë, se të në taku. Dhe me thonë, me turshia s'ke hiti, alo. Ja, alo, suj. Ta se kam pak. No, në kaj. Njorin, kështu pak. Le, në ti punë veta. Ti ka mund të bëj një pyetje Për se kam vetë funit, atër kam më kalu të te. Ta është alo, apo fulli ora? Po, a në pja, vazhda. Edhe tani, qishtu, edhe ma kanë marë, tani... Ajo, mas ti ditë më kanë thirë, tani, u martua jo, tani... E s'ka ljupë se kur martu ajo ty? Jo, tani, që martua jo, në Ti ki gabu, që se ki thira herifin, mi Jo, thonë qëre. jo, ajo s'ka po tas baba stror. Veç ma gjësh ka po të gjyshe. Jo babën e nonën asaj, po të ki thira të burën, mi thonë, a ki marrë ata, po pritë se po vjen dhe one. Po, kam tira, mos. Së kone qërura, vlo, së kone të qërura. Kajlën të gjarit ti, unë di se ti e lidhje, apo je beqar? Elmedin. A e me den, lidhje apo beqar? A e në lidhja beqar? Single apo jo? Lidhje jo, i martun po. Pyetja ime është shumë e shkurt, shumë e mirë shtomë. Kush është shefin shpe? Për deri sa është Bobi, o Bobi për mu dhe për familjen teme. Nëse nuk e kam Bobin, jo mune. Faleminderit. Ka Që burra si djemë vetëm shtëpia. një të shpru të shpia. Ej, kja bëj një pyetje gzim, që shtu duke këta, a i përshamu s'ka shti turshi hala, disa kanë shti, disa s'ka ditë me shtimi turshi, është tarë kujshia u ka marë turshin. Dhe më thonë, Valentin, unë e ti kur këna shti turshi, motër atër o kohë turshimet vjetren. Ta me trejen s'pa din një turshi. Du më jo të regu, gzim, ti para se me shti turshia, ki di qa turshia? Unë shti veç gogozhare. Si të duken? Se? Si të duken qunat? Quna shumë të mirë, qunat kanë historinë veti, çdo person për shembull ka nga një histori, edhe më vjen shumë keq. Se po ngjoj për shembull disa që thënë na ka ardhur për shembull nga tradhtia. Po kur se kam kuptu, pse shkon një moment që shkon deri në tradhti. Shumë e letë. A nuk keni Ki harumi që i turshis, krëp, biber, prit more me veget, si s'ja që turshi që to, do të me gjuj turshin. A nuk keni ju një mënyrë për shembull me fol me ish partnerin e juaj që ku qëndron problemi ose çka është puna ose me mër për shembull me vet ku qëndron për shembull halli që doni më nda ose për pjesën e tradhtisë. A tradhtia vjen nga ju apo nga partnerët e juaja? Se A më me ta bëni pyetje? Po. A ma ki qefen sofa nga zep? Edhe jara? A ma ki qef në sofa nga zep? A ma ke dëshirë t'jesh në qef, apo nga zep? Nga zep e di. Njerim... Valla, sefa. Po ashtu edhe femna e prun vetë vetën. Po, kuptova. Amo, për shembull, njeri, që o njeri, ose burri që o burr,
nuk e kupton pak për shembull situatën, çfarë lloj situatën është gruaja për shembull? Sepse unë për shembull vetë personalisht kur jam lidh me gruan time, kam sakrifikuar gjithçka, bires kam qenë nicma i hom, që familjarët e gruas nuk kanë dashur që unë ta mirëja gruan në Kosovë, sepse nuk e jepnin në Shqipëni. Edhe kam sakrifikuar gjithçka, edhe sot që banojmë fush Kosovë, është shkaku sepse e dua atë person, edhe kur nuk kam as nuk e mendoj ndarjen me atë person. Shkur Shqip, a je tratar asje? Jo. Kor. Lidan? Jo. Jo më shfarti. Tratar dashuri, ha? Po? Jo. 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 A dini atë kongën, ju kem rajto, ju kem rajto, ju kem rajto. Që është besjeni, pse përrani? A mon varet në qka? Në aspektin çfarë e ki? Dashuri. Dashuri. Mi do një femë tjetër ju së nëzënja? Jo kur njetë. Mëre harama, mëre. Përderisa ta kam ato në shpeket tjetër se qyre. Ma lunin desh një para kamere, qëto që mos bëni. O, kika janë të rejtë më të mdhaje na. A që ashtu, Valentin? Ashtu është. Po, a di që asyja? Që janë të A shenjtë. di, Okik, a di që... Gjithë prifta hoxhallar na dulen. Na dolën gjithë të shenjtë. Krej Unë nuk sot ju besoj. bo prifta dhe hoxhallar. Pa ka thona i mashmi, qërë me sy se sa për ty se tjetërën e kinë shpi. Ato që e danë nuk janë shanë sytë. Plas me zemë. Lini dan? Po, do shta me stu diçka. Që tash unë e kam për sham në lidhje. A, po kuptet ashi. Po për sham shumë ftyrë, thonë vyjnë e sene, unë ja jap telefonin me kontrolua thona. Po nuk da me thonë që tash i tjera, atë mi dhonë hapsirë. Ku ta kam një, edhe nuk i dhonë hapsirë. Edhe qash i drejt që jam pasha zotin e madhë. Ki ka të them diçka. Kështu me bo dishmës për Se ta. është diçka e bukur rreth edhe me temën. Më ka bërë përshtypje në Tiranë, kaloj në një dyqan, unë i dua shumë lulet, shikoj një zemër shumë të madhe gjigante, edhe i them shitës, kot jam kurioze ta di sa kushton kjo zemër. Tha mos pyet sepse normalisht që nuk e blen, jam kurioze thjesht ta di. Zemra kushtonte 1300 euro me trëndafila, ajo vajzë që e ka marrë në Tiranë ta gëzoj, edhe ai dashur që ja ka bërë ta gëzoj, po i bëra një pyetje shicës. A ndodh që një fëmijë të shkojë të bëjë një zemër 1300 euro për nënat e tyre, nuk ka ekzistuar kurrë, tha ajo gruaja. Edhe unë dua t'i them gjithë njerëzve, ju vërtet i doni gratë e juja, po mos harroni kurrë që keni ardhur në jetë nga një nën, mos harroni. Nëna ti duam gjithë, po gruaja është gru, mire thaj, turshia o turshi. Na ju duam shumë, gëzim faleminderit që ishe. Faleminderit edhe ju. Quna faleminderit që ishit. Takomi nesër më bashkë, mirë takofshim. Mirë takofshim, na ndiqni.